Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, krijesën më të bukur dhe më të dashur të Allahut te bareke ve teala, e që vallahi billahi dëshira më e madhe për çdo njeri prej nesh o vëllezër është një ditë ta shohim atë njeri alayhi salatu wassalam, që atë ditë kur do ta shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të thotë ta shohish atë njeriu që 50 vite u falë si faleshte ai alayhi salatu wassalam. Kur të vjen ai moment o vëllau im, imagjinoni o vëllezërit e mi vërtet se çfarë ngrohtësie mund të jetë ai moment kur ta përqafojmë pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoni thot ai sahabiu radiallahu anhu që erdhi dhe u ankua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një mëkat, një gjuna që e kishte si tradit në jetën e vet, dhe në fund të fundit pejgamberi i Allahut ja vendosi dorën e tij në gjoks dhe tha: "O Allah, shëroja gjoksin dhe ruje për imoralitetit." Thot vallahi ende, pra pas shumë viteve, e ndjej në gjoksin tim dorën e ftohtë të pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezërit e mi që edhe toka aq shumë e don pejgamberin e Allahu sallallahu alaihi wasallam sa që zguxon ta tretën trupin e Rasulullahit alaihi salatu wassalam. Sa që siç e dini ngjarjen që dikun afërsisht para 100 e sa viteve, disa djelmosha francez kanë tentuar që ta marrin dhe ta vjedhin trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë kur arritën deri tek trupi, thot e kemi prek thembra e të dërguarit të Allahut ende ishte e ngrohtë sallallahu alaihi wasallam. Pa lutim Allahu xhallahu ala që na mundson Allahu xhallahu ala ta shohim pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, por të shohim edhe gjithë pejgamberët e Zotit alaihi salatu wassalam në xhenetet e larta ya rabbel alamin.